me armë kjo dihet se ka qenë janë pamjet, por nëse ka pasur rrezik për jetën e kryeministrit, ju s'është se kishit informacion, zotë Klop. Jo, absolutisht. Nëse dinim bile ku ishte kryeministri, atë ditë nuk e dinte kërkush nga shteti, nuk e dinte ministri brendshëm, nuk e dinte presidenti i vendit. Unë shkova në darkë të presidentit për të marrë vesh që ku është kryeministri, me atë idenë që t'i themi në gjë, se dinin. A i ndogji rrugë pa rrugë për të shkuar në Maqedoni. Profesor, ju thatë që pritej që të ndodhe diçka e madhe, por erdhi ngjarja e vrasjes së Azem Hajdarit. Po kjo, ishte i pritej kjo vrasje? Në këtë vështrimi duhet, kishte informacione që... Kishim informacione, por se vrasja e Azemit konsiderohet se jakmarrje nga Fisti Haklaj. Po. Dhe andaj nga përdoret institucioni hakmarrjes, duhet të marrin vesh të tërë që u mor haku. Nuk bën fshevra, ata mburëshin aty. Që po, ne nuk do të lëm pa e marrë hakun. Dhe Azemi na ka falenderuar në televizion, e kam parë të tërë, që ne i kishim kërkuar, unë njoftova disa herë, jo, e diskutonin këtë unë, ministrin e brendshëm, i cili ishte një antari aleancës, po këshin qënë miqë me Azemi, dhe Azemi ati i kishtën që i ka marrë masat, e di që, e din të i. Pastaj dëgjuam që Azemi u tremë mbasi mori vesh që Berisha ishte në valle, dhe mu. E din të dhe... Në që kuptim ishte në valle? Kajtunës. Nuk kam thënë në njëherë që e ka organizuar Berisha, pa ka ndihmuar. Në që kuptim e ka ndihmuar, nëse mund të shpjegoj më tepër, apo pra ka shfryzuar konfliktin mes Fisit Haklaj dhe... Po pra. Okej. Po pra. Ai e shfrytëzoi vrasjen e Azemit. Ishte dhe akuzoi qeverinë, edhe mua personalisht. Kryeministrin dhe ju kryesisht, ju të dy keni qenë në akuzë. Ishte absurde që për ata që e dëgjoni dhe që e besuan. Nuk ishte motiv që ju të implikohesh në një situatë. Azemi ishte kundërshtari Berishës brenda. Ishin zbutur në qikë marrëdhënjet tamam kur u vra, por më parë kishtë qenë kundërshtarë dhe Berisha e kishte frikë në një farë mënyrë. Se dihet që Azemi kishte njerëz, nuk kishte vetëm. Ishte njeri që kishte njerëz dhe ishte krau i fortë i Partisë Demokratike. Dhe ai e shfrytëzoi pastaj. Kur e para gjë që bëhet kur ndodh një ngjarje e rëndësishme është që kush e patit nevojshme, kush e shfrytëzoi atë rast. Ose kush përfitoi nga ajo. Kush përfitoi, pra, kjo është ideja. Fatosnana absolutisht. Se humbi pushtetin. Iku nga kryeministri nga kjo ngjarje. Nuk përfitoi në një gjë, dhe s'ishte tipi Fatosja, s'është tjetër gjë fare, nuk i konsideron të vrasin si pjesë e punës së tij. Ishte shumë tolerant dhe normal, njëri ngritur, do më thonë, një politikan profesionist. Berisha ashtu ishte. Nuk është vetëm ky rast, ka plot raste me të që ka qenë shumë i ashpër. Megjithatë, ju thatë keni qenë jashtë Shqipërisë në Ohër. Jo, me 12 kam qenë në Ohër. Po, pikërisht, në momentin ju nuk do më thonë, edhe për ju lajmi për vrasjen e Azem Hajdarit ishte surprizë? Ishte papritur. I papritur. Praktikisht e kam dëgjuar në radio. Dhe... Cili ishte mendimi i parë që ju erdhi në mend atë kohë, nëse ju kujtoni? Se ju besoj... Nuk u çudita. Ky ishte mendimi i parë. Nuk u çudita se e kishim menduar, kishim paralajmëruar, do thonë ai ngjarje do ndodhte, nuk e dinim kur do ndodhte. Por e dinim që mos një ditë dhe shpejt, jo do ndodhte, ishte detyrë kështu disekur. Në qartë. Dhe pastaj unë nisa direkt për në Tiranë, në mëngjes herët isha në Tiranë. Edhe u përpoqëm pastaj. U ndeshët me akuzën e ashpër të Berishës. Edhe këtu nuk u çuditët. Shiko, Berisha e diskreditoi veten me qenë se vetëm 20 minuta. Mbas ngjarjes, që ai ishte në pushtet, nuk kishte policinë në kontroll dhe thash, dha gjithë detajet e vrasjes. Ose një pjesë, kush janë njerëzit, si, qysh, tek, ku po shkojnë. U ngut, kishte aq dëshirë. Qa do të thotë kjo në leximin e një ngjarje kur thuat gjithë detajet? Kjo do të thotë që se mbajti do të entuziazmin nga vrasja dhe e tha shpejt e shpejt.
Ndërkohë që e akuzon direktor, ne e diti. Po. Se kush ishte, si ishte. Ai që ti dërgove atje, ai, se ka diskutim për këtë punë, kush i tha, kush nuk i tha rëndësia, ai ishte mbretja saj godine ishte. Ti e dërgove atje, atë njeri. Do të thënë, dhe njësa ti, pas 20 minuta shtua që ishte kjo, ishte ajo, nëse shumë e qartë që a i se mbajti do të entuziasmi. Profesor, kjo ka